në Shqipëri janë mbi mesataren e Bashkimit Evropian, ndërsa pagat mbeten ndër më të ultat në Europë. Ky është bilanci i dështimit të qeverisë. Shifrat e publikuara nga Eurostat dhe të referuara nga Instat tregojnë një realitet alarmant. Për herë të parë, çmimet e ushqimeve në Shqipëri kanë kaluar mesataren e Bashkimit Evropian, ndërkohë që të ardhurat për frymë të shqiptarëve mbeten vetëm rreth 43% e mesatares së BE-s dhe konsumi individual rreth 48% të saj. Me fjalë të thjeshta, shqiptarët paguajnë ushqimin më shtrenjtë se europianët, por fitojnë më pak se gjysmën e tyre. Tirana është kryeqyteti i dytë më i shtrenjtë në Europë, sipas raportit të fundit të Trendingpedia. Një familje në Shqipëri shpenzon 89% të ardhurave të saj. Ky është paradoksi më i madh ekonomik i këtyre viteve dhe dëshmia më e qartë e dështimit të politikave ekonomike të qeverisë. Shqipëria po mbytet nga mallrat e importit, ndërsa bujqësia dhe blegtoria shqiptare janë lënë në mëshirë të fatit. Një pjesë e madhe e fermerëve kanë ngelur të përjashtuar nga skema mbështetëse për bujqësinë dhe tashmë është hequr edhe subvencioni për naftën në bujqësi. Kostot e prodhimit janë rritur, ndërsa tregu dominohet nga produktet e importuara, të cilat shpesh shiten me çmime më të larta se në vendet nga vijnë. Qeveria nuk ka zbatuar politika që mbështesin prodhuesin vendas dhe konsumatorin shqiptar, po ka ndërtuar një ekonomi të varur nga importet, ku fiton një grusht oligarkësh, ndërsa humbasin familjet shqiptare. Shqiptarët paguajnë gjithnjë e më shumë për sportën bazë, pagat mbeten ndër më të ultat në Europë. Pensionistët dhe shtresat në nevoje kanë gjithnjë e më të vështirë të sigurojnë ushqimet bazë, me pensionet dhe ndihmat tallëse që marrin. Të rinjt largohen nga vendi, sepse nuk shohin asnjë perspektivë, duke shpopulluar vendin, larguar trurin dhe plakur shoqërinë shqiptare. Bizneset vendase vuajnë për mungesë të fuqisë punëtore. Është e qartë që rilindja nuk ka asnjë interes të zhvillojë ekonominë shqiptare, kur një vend me potencial të jashtëzakonshëm bujqësor importon gjithnjë e më shumë ushqime dhe qytetarët e tij paguajnë për to çmime europiana me paga shqiptare. Ekonomia vendase është rrënuar si pasojë e mungesës së politikave për prodhimin vendas, e taksave të larta mbi biznesin, e kostove të energjisë, e mungesës së konkurrencës dhe një ekonomie të kapur nga interesat e pakicës. Shqiptarët e dinë shumë mirë se sa shtrenjtë kushton të jetosh në Shqipëri. Ata e shohin çdo ditë në faturën e supermarketit se sa kushton dështimi i kësaj qeverie. Protesta e madhe qytetare që ka vërshuar në rrugët e Shqipërisë dhe diasporës tregon vendosmërinë e adhetarëve, patriotëve, për mos u alëshuar këtë vend të begat një grushti njerëzish pranë qeverisë, por t'u trashëgojmë fëmijëve tanë me një kosto më të ulët jetese, me shërbime më të mira dhe me ekonomi më të fortë. Është koha për politika që mbështesin prodhimin vendas, fermerët shqiptar, rritjen e pagave dhe fuqinë blerëse të qytetarëve. Shqipëria nuk mund të vazhdojë të jetë vendi ku ushqimi kushton sa në Europë, ndërsa paga mbetet sa gjysma e Ballkanit. Faleminderit.